Mirdita, sot do bëj një fërgesë me speca dhe me domate. Këtu kam speca, kam antiganin në zjarr dhe filloj me skuqjen e specave. I fshij që se kam lartë mos ken ujë. Po e ngrëpak sobën, se e kam të ullët, dhe po filloj me skuqjen. Specin e kam vënë komplet kështu si që është, janë speca shumë të mira, janë si të asaj kohe, e marrim në dyqanet turke. Dhe janë shumë të mira, vinë era spec, dhe unë e bë komplet, se e përdor dhe vetëm bishtin një poshtë kur ja, ka shumë pëlqejen. Me këto jemi rritur, këto bëjëm, këto kanë qenë tradicionale të fshatit e të qytetit edhe në Durrës që jam martuar aty i bënim dhe në fshat në Pikjeras, dhe kur vinte koha se beshin në kohë. Ku ishte koha e domateve, ishte dhe e specave dhe thoshin të bëjmë kjadis speca me qiklën domate. Dhe e bënim dhe në fshat. Bëhen të mira, për tash janë shumë të mira për vapën e madhe që është, e shoqëron me qikos, me dalin të mira. A vash tash do skuqim speca. Nuk i skuq shumë, se do bëhem prap në tigan me salcën pak. I vetë gjitha, zbuten me vajin të gjitha dhe nuk duan shumë. I vetë që ka pakun se kanë, si shduket ujë në gushtar mirë. Nuk i skuq shumë, nga kaq pak nga të dy anët, se do zihen dhe me salcën. I bëjmë i pjatë veç. Këtu kam salcën e domates. Salcë domate përdor gjithmonë nga kjo. Kjo është domate nga ato të voglat, e konservuar, dhe shumë domate e mirë. Është domate pa lëkurë, nuk ka lëkurë brenda, është vetëm turp. Edhe këtë përdor. Domatet freskëta ka, po nuk skuqin fare. Domatja ka të zëmën e bardhë. Dhe kështu që ja kam gjetur marrë nga këto. Ka që shti për shmelu, bëj e salcë. Nuk kanë lëkur përsipër fare, janë vetëm domate. I hedh pak krip. Nuk i hedh shumë se do t'i hedh edhe djathin. I vë pak a pakun dhe do t'ile domatin sa të zbutet mirë. Salca shtretur. Po i hedh djathin. Me këtë i hedhe pak krem qumshti. Ky është krem që përdoret për gjellë, për ato dhe i jep domates një ëmbëlsirë. I hedh me pirun kaq, 2 pirun.
do të lë domate, pak kështu me gjithë djapi, sa ta avulloj edhe një qikujti, pastaj të fut specat brenda, për pak minuta. Ta shtive specat një nga një. Salca është bo, dhe but specat. I shtyp me piron kështu që të fute në salcë specat. I vë kapakun, pak të hapur kapakun, jo ta mbyll fare, dhe lë sa të pikset akoma dhe një qik salca dhe të zbutet speci. E lë kështu. Për pak minuta. Si për tashti shtoj dhe pak thelpa hudrave. Të grina copat vogla. E lë pak dhe me hudrën dhe e heq. Salca është fiks, është vo, nuk ka nevoj për më shumë. Specat janë zbutur. E mbyll sobën, i hedhe pak vaj ulliri për sipër. Kjo është fërgesa me speca. Ju falenderoj për shikimin, ju uroj një shëndet dhe një ditë të mbarë.